Po e nisim me, po themi, temën e madhe, që është buxheti vitit 2026. Si e analizon ti këtë buxhet në krahasim me buxhetin e këtij vitit 2025 apo buxhetet e tjera, në raport, po themi, me zërat kryesor që një buxhet duhet të mbulojë, po themi, me shpenzimet, me pagat e të tjerë e të tjerë. Pra, nëse shohim ky projekt buxhet, pra çdo projekt buxhet le themi formohet duke parë vitin e shkuar dhe ne kemi pas pra në 2025-ën, që është në fakt viti aktual, kemi parë një suficit buxhetor për shkak të realizimit të objektivave kryesore për mbledhjen e të hyrave, ku normalisht dominojnë më shumë të hyrat tatimore nga TVSH-ja. Në fakt, ky buxhet, unë do doja ta theksoja që buxheti 2026 mund ta konsiderohet si një buxhet social. Dhe them këtë me bindje sepse më në fund pensionistët do të kenë diçka më shumë në pensionet e tyre. Duket sikur i është dhënë shumë prioritet çështjeve sociale dhe kjo edhe për faktin se jemi në një kapitull ku duhet të japim prioritet çështjeve sociale, nga ana tjetër jemi kritikuar nga ndërkombëtarët që nuk kemi një shtet plotësisht social, kemi një nivel të varfërie tepër të lartë, gjë që ka ndikuar në të vërtetë edhe në çështjen e rritjes kostos së jetesës. Pra, kosti i jetesës është rritur, ne jetojmë në një kostë jetese barabartë me vendet e Bashkimit Evropian, ndërkohë që nga niveli i pagave jemi shumë larg për të qenë le themi barabar apo ndoshta parafërsisht me nivelin e pagave në Bashkimin Evropian. Megjithatë, përpara se të shkojmë tek pagat e të pensionet, qëndrojmë edhe pak më shumë tek panorama e përgjithshme e buxhetit, të shtojnë që pak nga Ministri i Financave që ky është buxheti më i balancuar i kësaj dekade nga kryeministri ndjes. Kemi një rritje 6.7% të shpenzimeve dhe 179 miliard lek për investime publike. Si analizon ti këto gjëra kryesore? Fakti që kemi një rritje të shpenzimeve do të thotë që do të kemi një rritje të ardhurave. Nga ana tjetër, rritja e shpenzimeve gjithmonë në mënyrë direkte dhe indirekte reflekton pozitivisht në jetën e qytetarëve dhe në ekonominë e vendit e më pas mund të bëhet pra element thelbësor për rritje ekonomike në të ardhmen. Për shembull, ndërtimi një rruge apo një aeroporti apo një linje kurulore duket sikur shpenzon shumë para, por në të vërtetë kthimi që do të marrin qoftë qytetarët, qoftë tregtia në fakt në periudhë afatgjatë do të jetë një kthim i cili do të ndikojë pozitivisht në jetën e qytetarëve, nga ana tjetër edhe në tregtim, pra në uljen e çmimeve, shpeshherë për shembull për shkak të infrastrukturës rrugore kemi parë për shumë rasti i rrugës Durrës-Kukës, që për shkak të infrastrukturës rrugore ne kemi mundësi që të bëjmë shkëmbime madhësh midis Ballkanit Perëndimor, pra ose marrim rastin e Kosovës me kosto më të ulët për shkak se kosto e transportit është ulur. Pra, duket sikur është një buxhet, një shpenzim shumë i madh dhe shpeshherë dhe vetë qytetarët thonë se duhet shpenzojmë kaq shumë për infrastrukturë, por në të vërtetë infrastruktura është e nevojshme për zhvillimin ekonomik. Kemi parë dhe impaktin që ka vetë turizmi. Shpeshherë ekspertë ekonomistë kanë thënë që duhet më shumë investime në infrastrukturë, sidomos për ndihmuar më shumë turizmin, sidomos në infrastrukturën ku kemi atraksione malore. Pra, rritja e shpenzimit do t'rregojë më shumë le të themi mundësi për qytetarët shqiptar, më shumë mundësi për biznesin, pse jo, dhe më shumë mundësi në makroekonomi. Nga ana tjetër, kryeministri patjetër që çdo vit do të bëjë një deklaratë që ky është buxheti më i mirë, më afër objektive etj, por mendoj që Shqipëria ka shumë për të bërë, ka shumë për të investuar, pra kërkon shumë investime publike, nga ana tjetër kërkon dhe shumë mbrojtje sociale, sa çdo vit do të jetë e njëjta retorik, pra që do të duhet akoma më shumë. Megjithatë, në kushte reale që ne jemi, mund të themi që ky është një buxhet disi, siç ka thënë ai, i balancuar, mundohet të jetë disi më objektiv, të ketë më të qartë ato çka do të realizojë, nuk do të, pra mundohet gjatë programeve politike, pra që kishte qeverisja aktuale dhe mënyrës se si do të realizoheshin, duket sikur ca gjëra po janë objektiva ose në objektiva që po gjejnë zgjidhje në fakt, edhe po japin dhe një shpresë tek biznesi, me anë të paqes fiskale, tek pensionistët, me anë të këtyre bonusave mujore apo vjetore, të vetë infrastruktura në përgjithësi që siç thash dhe më parë do të ketë një ndikim, një impakt pozitiv. Për të kaluar tek ajo që ti nisi të thojë në fakt që është mjaft e rëndësishme, çështja e pagave dhe e pensioneve. Romina, vetë kryeministri ka deklaruar se paga minimale do të jetë 500 euro, po themi,
ndoshta deri në fund të mandatit, ndërsa pensioni do të shkojë, pra do të ketë rritje të çdo muajshme duke nisur nga janari i vitit të ardhshëm, nga janari i vitit 2026. A janë premtimet e realizueshme nëse mund t'i bësh një analizë apo janë, po themi, kosto dhe barë për buxhetin? Patjetër që në aspektin e pensioneve, patjetër që është një barë për buxhetin e shtetit. Mes ekspertëve të ekonomisë gjithmonë ka pas kontradikta që pse ky bonus mujor ose kjo shtesa mujore që do t'jepet në pension nuk është në skemën e pensioneve, por të mendojmë që kjo është pjesë e buxhetit të shtetit, si pasojë e mbrojtjes sociale, jo pjesë e skemës pensione. Skema e pensionit ka nevojë për reformim, skema e pensionit ka nevojë për llogari dhe për me qëllim që të jetë e qëndrueshme. Ne dimë shumë mirë që skema e pensionit po merr pjesë nga buxheti i shtetit për të qëndruar në këmbë. Pra, duhet të jemi të qartë. Ky bonus apo kjo shtesë që do apo kjo rritje, siç e ka thënë kryeministri, do të jepet muaj për muaj, nuk ka lidhje me skemën e pensionit, por ka lidhje me pensionistët. Pra, shteti duke parë që skema e pensionit nuk akoma s'ka marrë një zgjidhje, nga ana tjetër pensionistët jetojnë në varfëri absolute dhe këtë e them me bindje të plotë se të mendosh edhe ne që jemi paga mesatare ne jetojmë në kufirin e varfërisë, jo më për nivele pensione 100 euro apo ndoshta edhe 200 euro, që është totalisht e pamjaftueshme për të mbuluar gjithë të kostet jetese, dhe ka dhe një zgjidhje që kjo është një zgjidhje që nuk i jep, le të themi, frytet në mirëqenien e pensionistëve. Patjetër që pensionistët duan më shumë shtesë. Kjo shtesa është një shtesë e cila nuk mund, madje mund të ta konsideroj fare si një indeksim dhe jo si shtesë në fakt, apo si rritje siç është përcaktuar. Por duhet jemi dhe pozitiv nga një anë, themi që pensionistët së fundmi po shikojnë me prioritet nga qeveria, patjetër që çdo pensionist që na dëgjon do thotë po kjo pjesa e rritjes mua nuk më ndikon në pensionin tim dhe unë nuk është se mund të kryej shumë shpenzime, madje ndoshta shpenzimet e një dite mund të kryej, por është e vërtetë, në fakt ato kanë shumë të drejtë, por të mendosh që ndoshta dhe s'mund t'i pej fare, kështu që niveli pensione mund të ishte pra si në 2025. Kështu që duhet kuptojmë që edhe pse ne ekspert ekonomistë, por ndoshta edhe vetë pensionistët, qytetarët që dëgjojnë tashmë janë kritik për lëvizjet e qeverisë, por nga ana tjetër duhet përshëndetur dhe fakti që diçka po bëhet. Jo se po zgjidh këtë problematik, është një problematik shumë e madhe. Mendosh që pensionistët kanë punuar gjithë jetën dhe në fund nuk kanë mundësi as të bëjnë një jetë normale, por mund të mos i pej fare. Dhe unë në këtë kontekst e them që është një iniciativë pozitive që duket sikur jep disi shpresë dhe vetë pensionistëve apo i motivon që diçka do të bëhet për nivelin e tyre të pensioneve. Mendosh që edhe me objektivin që ai ka që në 2029 do të jetë 2 fishim pensione minimale dhe mesatar, përsëri nuk do të zgjidhej. Përsëri pensionistët do të jenë tepër të varur nga remitancat, nga ndoshta nga rikthimi i tregut punës për të kompensuar ato le themi hendeqet që ka midis shpenzimeve dhe të ardhurave. Nga ana tjetër, një barë buxheti i shtetit do të jetë edhe indeksimi i pagave të administratës publike që do të jetë në vlerën e 2.5%. Se dhe kjo le themi është një kërkon pra shpenzime qeveritare. Nga ana tjetër, patjetër që është shumë e rëndësishme që pagat të rriten në përgjithësi. Çfarë ishte ajo paga 700 euro për ta saktuar edhe një herë? Nëse ti e ke parasysh deklaratën? Në fakt, kryeministri del edhe me deklarata që paga minimale mund shkojë deri në fund të mandatit me 700 euro. Kjo është bruto, jo neto. Për këtë duhet të kuptojmë se shpesh herë edhe paga 900 euro duket sikur është një pagë neto, por në të vërtetë është pagë bruto. Duhet i kuptojnë dhe për më tepër ne nuk duhet flasim as me euro, po duhet flasim me lek, se moneda kombëtare është lek. Ne shohim që çdo ditë dhe çdo muaj dhe çdo vit kemi në çmim të euros dhe nëse themi 900 euro para një viti 900 euro ka qenë më shumë e konvertuar në monedhën lek, ndërkohë që sot konvertohet shumë herë më pak. Mendoj që do të ishte shumë mirë që ndoshta kryeministri këtë e bën edhe për të qenë një perceptim sa më afër Bashkimit Evropian, meqense ne jemi një vend që mendojmë që deri në 2030 do të futemi në Bashkimin Evropian, por duhet kuptojmë që pagat në deklaratat e ministrave apo kryeministrit janë bruto, jo neto. Kështu që ndoshta kjo është dhe një lloj marketingu që i bëhet vetë nivelit pagave. Ndërkohë që në pagën minimale 500 euro dhe kjo është bruto, pra nuk është neto. Dhe për këtë 100 euroshin që do të jetë një kosto tek bizneset,
Vetë qeveria ka dalë në deklarate dhe ka thënë që për 9 muaj do të subvencionoj unë ato diferencë që do të paguajnë për kontribute. Megjithatë, unë mendoj që një pjesë e mirë e biznesit, sidomos ato biznese që janë të vogla, nuk kanë fuqi, apo ndoshta biznese me karakter familjar, nuk do të kenë mundësi që realisht i kalojnë, le të themi, punojësit të tyre një pak 500 euro, ndoshta mund ta bëjnë për deklarata të sigurimit shëndetësore me 500 euro, por ndoshta do të jenë prapë në nivelet e pagave që ato japin aktualisht. Kështu që kjo është një tjetër problematik, por kjo është një marrëveshje midis punëdhënësit dhe punëmarrësit në fakt. Mendoj që ato biznese që kanë mundësi të japin, nuk do të japin pak, për shembull, marrim rastin e turizmit. Në turizëm nuk është se ka pagë bruto 500 euro, është disi më e lartë se 500 euro. Paçka që në deklarata bëhet, pra për qëllimet tatimore, bëhet kjo deklaratë sikur jepet në nivelet 400 apo 500 euro sa paga minimale, se është një kusht. Por mendoj që turizmi, industria e ndërtimit janë pikërisht sektorë që kanë një pagë tepër të lartë. Ndërkohë këtu vetë qeveria duhet të kontrollojë që nëse sheh që ka paga minimale në këto sektor, që ne dimë shumë mirë që këto sektor janë tepër të rëndësishëm dhe për rritjen ekonomike, atëherë është një sinjal që qeveria apo organet tatimore duhet bëjnë kontroll në këto biznese dhe mos lejojnë këto biznese të bëjnë evazion fiskal apo në deklarim pagës. Pse? Pse e them këtë? Se në fund kemi një problem shumë të madh në Shqipëri, në fakt. Keq edukim, po mungesë edukimi financiar. Një punonjës mund të vi mirë kur nën deklaron pagën, pra deklaron më pak se që merr realisht dhe një pjesë e pagës e merr në dorë. Por kosto është në të ardhmen, do të jetë skema e pensionit. Në momentin që do të marrë një pension, të ulet aty do të shikojë rezultatin. Do të ishte më mirë që të jemi ne, pra punonjësit, që t'i kërkojmë biznesit na deklarojë për të pagën reale, edhe pse mund të marrim më pak në dorë, por çështja është shumë e rëndësishme kjo pjesa, sepse tashmë ka konflikte të tipit që pse unë marr një pension, por problemi është që ka punuar një pjesë mirë të viteve me paga ose të paga të ulta, që s'kanë qenë reale, ose kanë punuar në tregun informal të punës. Kështu që paga 500 euro nga një anë do të jetë, le të themi, edhe një kosto e shtuar për sektorin e biznesit, por jo për qëllime kontributesh, sepse për 9 muaj do t'i japi shteti, por kur do duhet të arrisi me 10.000 lekë. Mirë, do të idem në një çështje tjetër tani që i takon ndërtimit dhe raportimit që qeraja e apartamenteve në Tiranë, sidomos ka kapur shifra të frikshme duke llogaritur pjesën e qerave ditore të Airbnb-ve me shifra që mund të shkojnë deri në 800-900 euro në muaj, diçka, po themi, jashtë logjikës normale të buxheteve të njerëzve, familjeve dhe të ardhurave të tyre. Çfarë mund të themi për këtë, Romina? Në fakt, kjo është një nga plagët më të mëdha të atyre qytetarëve që duan të jetojnë vetën, atyre qytetarëve të cilët janë çifte të rinj, në fakt të rinj, sidomos të rinjve, që janë çifte të rinj apo të rinj që janë duke arsimuar, që marrin një apartament me qera dhe kanë të pamundur që të blejnë një apartament, një pasuri të patundshme. Tregu i pasurive të patundshme po shikon rritje çdo vit. Jo se në vendet e Bashkimit Evropian nuk ndodh, por në Shqipëri ndodh pa logjik, pasi kërkesa duhet të justifikohet. Por megjithatë ka një kërkesë të lartë, por jo nga qytetarët shqiptarë në fakt, se nëse do thonin që kërkesa e lartë që ka rritur çmimet është nga qytetarët shqiptarë, atëherë këtu nuk do të ishim korrekt, pasi niveli i pagave siç tham, pra është e përulët dhe nuk mund të marrësh një apartament se i bie që duhet një qytetar shqiptar të punojë një vit për të marrë 1 metër katror. Pra një vit kursime për të marrë 1 metër katror. Pra kjo është jashtë çdo logjike bazuar në të ardhurat dhe shpenzimet të një qytetari. Nga ana tjetër, këto rritje të çmimesh, së pari janë si pasojë e zhvillimit turizmit. Zhvillimi i turizmit ka bërë pra që një pjesë e mirë e apartamenteve me qira apo një pjesë e mirë e apartamenteve të blihen për qëllime biznesi. Por jo vetëm për turizmin, por dhe për bizneset të natyrës së shërbimeve. Për shembull, kemi parë që në katin e 3, katin e 4, 5 të një apartamenti të përdoret dhe si një zyrë konsulense të fushave të ndryshme. Nga ana tjetër janë të huajt që po vinë dhe po blejnë pasuri të patundshme. Në momentin që ato kanë të drejtë të blejnë pasuri të patundshme dhe nuk kanë ndonjë kufizim ligjor, atëherë rritja e çmimeve të pasurive të patundshme nuk do njojë, le të themi, nuk është se do ketë ulje, por ndoshta mund të jetë në këto nivele ose më lart. Nga ana tjetër kemi një tjetër problematik e cila është pastrimi i parave, pra shumë individ që janë
me para të cilat nuk i ka ndoshta as të ligjshme, blejnë apartamente dhe i mbajnë dhe bosh, pra nuk është se i përdorin. Një tjetër arsye është fakti që individët cilët kanë të ardhurat të larta dhe mundësi për të investuar e shohin pra tregun e pasuritë patunore si një mënyrë për të investuar dhe nuk e diversifikojnë në forma të tjera. Emigrantët janë prapa i target group që kanë zgjedhur të blejnë një apartament dhe përsëritë këtë apartamentin pra për shkak se ato e blejnë për pushimet verore apo dimrore, ato nuk është se nxjerrin me qira dhe kjo bën që kërkesa të shtohet dhe çmimet e qiras të rriten. Të gjitha këto arsye bën që tregu i pasurive të patunshme, që në fakt strehimi, sepse kjo tregu i pasurive të patunshme për apartamentet, qoftë me qira, qoftë të blera, nënkuptojnë strehim. Çdo individ që ka një apartament, që do të blejë një apartament, sidomos një familje, atë ka për qëllim e strehimit dhe qëllimet e strehimit janë nevoja bazë një Nuk është për investim, është për strehim. Pra, konsumi dhe strehimi futen në nevoja bazë. Ndërkohë që ne kemi strehimin që është nevojë bazë me çmimet tepër të larta dhe të pajustifikueshme. Le themi që është bërë, le themi qeraja sa një individ, pra një antar familje, duhet të paguaj për një ambient, pra një shtëpi me qera, sa gjysma e pagës, që më pas çfarë do të ha, do të rrymë etj. Të gjitha këto pra kanë sjellë këto kushte ku është e pamundur dhe sipas ndërkombëtarëve, Shqipëria krahasohet ndoshta edhe me çmime më të larta se Milano, ndërkohë që Milano ka një kosto jetese tjetër dhe një le themi mirëqenie tjetër. Pra është e pamundur që në Shqipëri, nëse nuk ke të ardhur mbi mesatare dhe madje edhe ti kursesh, të kesh mundësi të marrësh një ambient me qira. Qartë. Dua të hidhem në një çështje tjetër tani. Paqja fiskale është shumë diskutuar, Romina. Nëse do t'rregojeshim cinik, mund të pyesim është shpëtim apo falje e borxhesh për klientët e pushtetit apo për super të pasurit. Megjithatë, nëse do të bëjmë një analizë pak më të ftohtë, si do thonim për paqen fiskale? Çfarë është kjo? Unë mendoj që paqja fiskale ka të bëjë më shumë me atë, le themi, marrëveshjen e pashkruar që bën qeveria apo institucionet hetimore me vetë biznesin, që mos bën pjesë më të evazionit fiskal dhe informalitetit. A do të ndihmoj kjo? Mendoj që deri diku do të ndihmoj. Nga ana tjetër, kemi falin të detyrimit hetimor ato që kanë mbi 10 vite dhe falin të detyrimit hetimor. Nga një anë duket sikur këto diskriminohen, le të themi, pozitivisht dhe bizneset të cilët janë të drejta, do duhet që ato që kanë, them të drejta sepse çdo gjë e kanë bërë në bazë të ligjit dhe detyrimet i kanë shlyer në kohë etj. Duket sikur për to, le të themi, nuk ato diskriminohen negativisht. Por unë do ta shikoj në aspektin pozitiv. Pse e them këtë? Sepse të gjitha ato biznese që normalisht kanë dhe detyrimet hetimore dhe qëllimi i kësaj nisme unë mendoj që është më tepër për kundra informalitetit dhe evazionit fiskal. Këto biznese që bën janë pjesë e evazionit fiskal sidomos, janë pikërisht ato biznese të cilët prishin dhe tregun. E them se prishin tregun sepse dalin me produkte, shërbimesh dhe produktesh me çmime pra produktesh dhe shërbimesh më të ulta. Ku një biznes i cili operon pra sipas komfort gjithë rregullave, ai patjetër që nuk ka atë luksin për të ulur çmimin, ndërkohë një biznes që bën evazion fiskal patjetër që e ka këtë mundësi. Ndaj unë mendoj që kjo është një nisëm sa pozitive, por nga ana tjetër dhe ndërgjegjësuese, pra pas kësaj nisme faljesh, detyrimesh, kamat vonesash apo penalitetesh, ka një tjetër objektiv qeveria, që qeveria t'i jap dorën biznesit dhe t'i thotë që nëse unë po të fal dhe këtë herë, por ti duhet të vazhdosh sepse nuk është vetëm çështja e faljes, por është dhe çështja e rregullimit të pasuriave financiare që do të ndikojë pra në mungesë të kontrolleve më pas. Të gjitha këto janë nisma që qeveria do të tregojë që nuk kemi ndëshkues nëse ju vetë raportoni gabimet dhe nëse nuk i përsërisni ato, sepse jemi një vend në fakt që do të futim Bashkimin Evropian dhe imagjino për një vend i cili pjesë më të madhe të biznesit e ka në evazion fiskal apo ka dhe biznes që operojnë në informalitet, se si do të komportohen ato pra në arenën europiane, pra tregu europian, sidomos i biznesit, është tepër i egër dhe i bie që një pjesë e mirë e biznesit nuk do kenë as mundësi të rezistojnë kësaj konkurrence. Kështu që unë mendoj që paqja fiskale ka një mesazh të brendshëm në kuadrin e atyre faljeve, pra që vetë qeveria ka vendosur të bëjë. Pikërisht që të formalizohen dhe të mundohen të jenë konkurrues në treg, por duke qenë pra ta tim pagues të rregull.
Shumë qartë të shpjegove. Dhe për të ardhur tek një çështje e fundit që dua të flasim së bashku, inteligjenca artificiale dhe kontrolli dhe transparenca e prokurimeve publike. Kemi nisur në fakt këtë vit politik në shtator me ministren Diella, ministren e prokurimeve publike, inteligjencë artificiale. Po çfarë mund të themi më tej? Në të vërtetë inteligjenca artificiale ka si qëllim, sidomos në këtë nisëm, ka si qëllim që faktori njeri deri diku të jetë jo identifikues si korrupsionit apo qoftë këtyre elementeve informalitet evazion fiskal, pasi shpesh herë është parë që nuk është se ka pas ndonjë rezultat madh, se ka pas dhe le të themi në punës të administratës publike jo shumë të ndërgjegjshëm dhe ato vetë janë bërë pjesë e këtyre nismave që normalisht janë antiligjore. Kështu që me anë të diellës apo të instrumentave të tjerë që do të bëhen kontrolle rastore sipas inteligjencës artificiale, nën kuptohet që të jemi më të drejtë në kontrollet që bëjmë në dhënien e prokurimeve publike, pra të jemi disi më objektiv. A do të realizohet ashtu siç është parashikuar, kjo vlen për të parë në fakt, sepse unë mendoj që edhe tek inteligenca artificiale nuk mund zgjidhë gjithçka, se nëse do zgjidhte gjithçka, në fakt fenomenet të informalitetit dhe evazionit fiskal ka dhe në vendet e Bashkimit Evropian, aty ku ligji zbatohet, aty ku qytetarët janë më ndërgjegjshëm, kanë më edukim financiar. Por do ta kishte bërë bota para nesh, ndërkohë që ne të gjithë këto probleme që kemi me korrupsione, nuk mendoj që inteligjenca artificiale do t'i mund, sepse kjo është më e thellë se inteligjenca artificiale dhe se thjesht kontrolli, është në perceptimin e qytetarëve. Në të vërtetë, në perceptimin e çdo qytetari ekziston ajo dëshira nëse ka përfitime personale pa dashur të paragjykoj asnjë qytetar, po një pjesë e mirë e qytetarëve shqiptar, dhe në një kërkim që unë kam bërë në lidhje me evazionin fiskal dhe informalitetin dhe në një pyetje që është bërë qëllimisht për të kuptuar a ka ndryshuar perceptimi. Pra nëse do të ishte një moment që ju do të kishit përfitime financiare, do të përfshiheshit në evazion fiskal dhe informalitet, dhe më shumë se 90% e qytetarëve që kanë marrë në studim janë përgjigjur që nëse do të kishin përfitime personale, do të përfshiheshin. Dhe kjo është pra prandaj them që nuk e zgjidh vetëm inteligjenca artificiale, duhet patjetër një sensibilizim nga vetë qytetarët, patjetër duhet edhe një rritje ekonomike që qytetarët mos bëhen prej as të evazionit fiskal as informalitetit. Por duke nisur pikërisht nga nënpunësit e administratës publike, sepse që këtu nis problemi. Se ne të nënpunësit e administratës publike ne themi qytetari bën korrupsion apo biznesi bën korrupsion apo bëhet pjesë evazioni fiskal informalitetit. Por pse e ka lejuar administrata publike, jemi në kushte këtu ku jemi. Pra duhet ndonjëherë dhe kontroll dhe monitorimi në punësit e administratës publike, shohim pra që dhe pushtetarë dhe individ cilët kanë lidhje me politikën dhe pozicione tepër të larta janë përfshirë pra në korrupsion. Pra duhet nisi edukimi financiar apo edukimi ligjor nga vetë ato të cilët na drejtojnë më pas, të jenë ato një shembull i mirë për ne qytetarët. Romina, unë dua të të pyes diçka se të dëgjova me shumë vëmendje dhe përdore në 2 raste frazën edukimi financiar. Çfarë nënkupton me edukim? Është një gjë shumë e rëndësishme, duhet ta theksojmë, por çfarë nënkupton ti me edukim financiar dhe ku gjenden kurrikulat e edukimit financiar? Kam fjalën këtu për një publik të gjerë, jo për studentët e financës apo të ekonomisë. Qartë, kuptohemi. Absolutisht. Edukimi financiar në fakt duhet të fillojë që në sistemin parauniversitar dhe këtë e them me bindje. Pse? Ja t'jap një shembull të edukimit financiar. Shkojmë në një dyqan, atëherë blejmë një produkt dhe ai nuk na jep kupon tatimor. Së pari, kuponi tatimor na nevojitet, që është një detyrim që biznesi duhet ta japë. Detyrim ligjor, patjetër. Po patjetër, ndërkohë që ne vetë nuk e kërkojmë, mos edhe nëse na jepte mbaje. Ky është një problem. Kjo tregon që ne nuk kemi edukim financiar të mjaftueshëm. Pse na duhet kuponit tatimor? Në radhë parë ne duhet ta tërheqim patjetër. Po në radhë dytë, nëse produkti ka probleme të tipit, nëse është sidomos nëse është jashtë skadencë apo se ka ndodhur në Shqipëri që kemi pasur probleme me cilësinë e produktit, ne nuk kemi mundësi më pas as ta ankohemi, as të gjejmë të drejtat tona, as ta kthejmë. Dhe pra, pikërisht nga ky veprim që duket një veprim shumë i thjeshtë, që ne neglizhojmë marrjen e kuponit tatimor dhe nëse le të themi ai marketin e na jep, por mund të ketë dhe probleme, shpesh edhe në markete, ja mund të jap edhe një rast tjetër, ndodh që vetë kasiera për shkak se është shumë e lodhur mund të kalojë një produkt 2 herë duke bërë pipip ose mund të jetë një problem përsëri i sistemit aty. Ndërkohë që në moment që ne shohim faturën, del që ne dhamë për shembull 2 produkte, ndërkohë që ne kemi vetëm një produkt në qeset tona. Kështu që me atë kupon tatimor ne mund të themi që shikoj un kam një produkt, por edhe këtu, ndërkohë që këtu e ke 2 produkte. Pra gjëra të tilla që duken shumë të vogla, shumë sporadike, ne na ndihmojnë në gjurmëshmëri. Kështu që ky është një nga shembuj
shembujt e edukimit financiar. Një shembull tjetër mund të jetë që shpeshherë për shembull rastin e të rinjve, por jo vetëm të rinj, shpeshherë ne duhet kërkojmë dhe vetë të jemi pjesë e tregut formal të punës. Sepse pra ne nuk kemi ndonjëherë informacion. Për shembull, nëse shkojmë në vitet e shkuara, prindit tanë pa dieni, ka menduar se janë pjesë e tregut formal të punës dhe sot nuk marrin asgjë pensioni për shkak se asnjë pension të pjesshëm sepse ka menduar se është pjesë e tregut formal, ndërkohë që nuk e ka pas informacion, pra nuk ka ditur se as si ta kërkojë të drejtën. Sot e kemi thjesht, shkojmë te Albania shojmë, ndërkohë dikur duhet shkonim në tatime. Pra këto janë pjesë ose ndoshta nuk dini as ku ta kërkoni të drejtën, apo të sigurimin shoqëror. Pra të gjitha këto janë pjesë e elementeve të edukimit financiar. Tani duhet nisi që nga sistemi parauniversitar me qëllim që vetë të rinj të edukohen, më tepër të dinë, le themi, të mos jenë pjesë e tregut kesh, të kërkojnë të drejtat e tyre, të jenë konsumator, pra të njohin të drejtat si konsumator, por dhe detyrimet nga ana tjetër, me qëllim që të jenë qytetar, të jenë si qytetarët evropian.